Rektori i Universitetit e Europës Juglindore në Tetov, Sadudin Ibrahimi, gjatë një takimi me gazetar, ka shpalosur të arriturat e këtij universiteti për vitin akademik 2025-2026. Ai përmendi rritjen e regjistrimeve të studentëve dhe përmirësimit të normës së mbajtjes së tyre, angazhim të fuqishëm akademik me nivele pjesëmarrjeje mbi 75% të studentëve në mësim, produktivitet të qëndrueshëm kërkimor me gjithsej 257 publikime dhe zgjerim të bashkëpunimit ndërkombëtar përmes mobilitetit Erasmus+. Për vitin akademik 2025-2026, Universiteti i Evropës Juglindore ka shënuar një rritje të përgjithshme të regjistrimeve të studentëve krahasuar me vitin e kaluar. Ky trend pozitiv është veçanërisht i rëndësishëm duke pasur parasysh presionet demografike dhe konkurrencën brenda sektorit të arsimit të lartë. Kjo tregon angazhimin ton për të mbështetur studentët më meritor dhe për të promovuar ekselencën në të gjithë fakultetet e Universitetit të Evropës Juglindore. Dua të prezantoj shkurtimisht progresin e iniciativës AI@CU. Në nëntor 2025 e lansuam sistemin për testim me një grup të targetuar prej rreth 200 studentësh dhe 15 antar të stafit. Ky pilot projekt po na i jep feedback shumë të vlefshëm, ndërsa lansimi i plot të sistemit është planifikuar në fillim të vitit 2026. Ai më tej shtoi se gjatë këtij viti janë ndarë gjithsej 350 bursa që janë 45 më shumë se vitin e kaluar, duke rritur ndjeshëm mbështetjen për studentët. Më tej ai, rektori Ibrahimi, nënvizon se në fushën e kërkimit shkencor, nga shtatori 2024 deri në nëntor 2025, stafi i UEL-s ka realizuar gjithsej 257 publikime. Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar gjatë vitit akademik, tha rektori i UEL-s, se janë rinovuar dhe nënshkruar 66 marrëveshje me universitete europiane dhe rajonale. Gjatë këtij viti, Instituti Max van der Stuhl dhe BITS po zbatojnë 16 projekte ulëmtuese dhe 3 projekte aplikative, të cilat kontribuojnë drejt për drejt në zhvillimin e njohurive dhe zgjidhjeve praktike për sfidat aktuale. Po ashtu po përmbyllim vitin e parë të projektit Challenge EU, një iniciativë rajonale që promovon inovacionin dhe bashkëpunimin me aktorë ndërkombëtar dhe lokal, nga administrata publike, biznesi dhe shoqëria civile. Ky projekt gjithashtu përmirëson përvojën ndërkombëtare për studentët dhe stafin tonë, duke ofruar mundësi për bashkëpunim me kolegë nga universitetet të tjera evropiane dhe duke promovuar strategji inovative për të adresuar sfida shoqërore në mënyrë të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ndërkaq janë realizuar 20 grante për shkëmbim të stafit dhe rreth 60 grante për mobilitet të studentëve. Më tej rektori njoftoi se sipas rangimit të QS 2025, UEL renditet i pari ndër universitetet shqipfolse, i treti në Maqedoninë e Veriut dhe i 126 në Europën Juglindore. Ndërkaq UEL është universiteti më transparent në Maqedoninë e Veriut, sipas studimit të Forumit për ndryshim në arsim 2025.